Faleminderit shumë, jam shumë i pasionuar me fjalë që i spjegove dhe shpresoj ta marrin përgjigjen e duhur personat që e kanë kërkuar. Inshallah. Prej shumë gjërave që janë duke ndodhur janë edhe kriptovalutat. Këtë pyetje kam dashur me ta bëj edhe më herët. Rinia janë duke u munduar të fitojnë për para digjitale. Ku në anën tjetër në Kur'an thuhet se tregtia me orë dhe argjend është më e preferueshme. Në vërtet. Dhe në anën tjetër thuhet se do të vi koha se do të zbulohet një kodër e madhe me ari, dhe kjo si pjesë e shenjave të kiametit, siç e kam lexuar. Kjo më ka bërë kurioz mua dhe publikun, besoj. Tua shuajmë kuriozitetin, si është e mundur, si ndërlidhet kjo? A është kjo një pjesë e shenjave të kiametit që një kodër e madhe me ari, a është fjala për arin e zi, për naftën, a është fjala për çfarë është? Shiko, në lidhje me këtë temë, ka pasur edhe konspiracione të ndryshme, edhe eskatologjia është përdorur shumë. Mirë po, një gjë duhet ditur se ka diskutime për lumin Nil dhe Eufrat, ka diskutime për, domethënë, të ndryshme, por një gjë duhet ditur se shenjat e kiametit i ka treguar Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Janë shenjat e vogla, janë shenjat e mëdha dhe të mesme të kiametit. Kjo është një temë e veçantë për të diskutuar për këtë pjesë. Para 10 vitesh i kam shpjeguar gjitha me radhë, kam pasur edhe ndoshta dikun një orë e gjysmë shpjegime çdo ditë pas namazit të akşamit deri në yatsi. Kur kam shërbyer si imam në Basel, në Zvicër, e kam shpjeguar pejtë kushtet e islamit, imanit edhe shenjat e kiametit komplet. Kur të lind diellin perëndim për shembull, është për shenjat më të kiametit. Dalja e kafshës prej tokës që flet njerëzve për shenjat e kiametit, dalja e Dexhallit për shenjat e kiametit. Por me pyetje për kriptovalutën, është një para online, është një para që nuk shifet, domethënë, është një diçka irreale. Njerëzit sot janë, nga që kalumja i ka mësu njerëzit me prek sendet me dorë. Domethënë, pa prek me dorë, pa po nuk të vind. Edhe halon, domethënë, njerëzit nuk janë mësu me këtë lloj sistemesh, domethënë të padukshme që me kompor janë në këtë farë kutije këtu, a kupton ajo, edhe me ulujt tregjet botërore brenda një sistemi kompjuterik, ose brenda një kutije të vogël siç është smartphone ose laptopi ose këto. Normalisht këto janë fetva bashkohore, janë fetva kontemporane bashkohore. Disa dietarë islam kanë mendime të ndryshme, pra ndahen në kampe të ndryshme. Disa thonë që nuk bën me lujt me parën tonë, me shtin sistem, se nuk dihet çka përfundon aty, çka mund ndodh aty. Rritet, zbritet, ulet, ku e diun se çka ndodh aty. Por dietarët shumica po flas. Ne shkojmë me ixhma janë shumica po flas. Gjithmonë shumica ja mund thonë të na pakicë, sepse shumica ka më shumë argumente edhe sjell më shumë argumente. Shumica kanë thonë që paraja e floririt ose arit ose metalive të çmueshme është para më e preferueshme, edhe sipas Resulullahit është preferuar, domethënë floriri. Si duket njerëzit, këta që janë God believers, domethënë që besojnë në Zotin, po flas besimet abrahamike që quhen ndryshe në fjalorin e shkencës së religioneve, ata më shumë i besojnë paras të vlefshme, pe quajmë të vlefshme në atë kuptimin që është edukat, fiziki, e prekshme. Ka dhe dietar islam ose mendimtar, ta quajmë islam, që thonë që edhe paraja letrës është një letër e pavlefshme. Do thonë kjo paraja që punojmë ne me të. Pastaj ka dietar islam që kanë shpjeguar që kjo është porë normale që kanë shtyp banka të ndryshme të kombeve, qytetërimeve të ndryshme që lejohet me punu me të, shkaku se nuk ka pas sa duhet monedha të floririt ose të arit për me shkëmby.
Mirë po, paroja ma e preferueshme që ka qenë edhe në kohën e Resulullah sallallahu për shembull ka qenë monellat. Monella argjendi të orit, po kanë qenë edhe në kohën e Ashabul Kefit to e Rakim, si thot aty djaloshit të shpjellës merr një monellë, edhe del qyteta blej diçka me nga ajo monellë. Monellat kanë pas vlerë të madhe, do thonë lirat e dukatit, ato monellat e floririt, argjendit, bakri, bronzi. Janë metale si kushtojnë më shumë. Kuptuhet tash letra është një kosto pak më e lirë, low cost. Mirë po, unë me thonë drejtën jam tek pjesa e parasë çmueshme, më shumë. Por tash zhvillimi i teknologjisë ka bën të vetën. Tash janë të mundue digitalizimi i parasë më bën. Mirë po, sado që të digitalizohet paraja, sado që të bëhet në sistem online paraja e vlefshme, ari dhe floriri nuk ka humbet asnjëherë vlerën. Përkundrazi, vetëm sa i rritet edhe më shumë. Për sa i përket kodrës me ar. Alo duhet tek nafta, alo duhet të pasurit resurset natyrore, edhe është e vërtet. Ajo çka po ndodh tash po shihet. Sigurisht. Rritja e naftës është bën në çmime jashtëzakonisht të shtrenjtë. Pra nafta është në tregun botror është sot për sot është ari i zi. Ka çmim jashtëzakonisht të